الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj për këtë falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurim me askuj me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Lutja është çelës i shumë mirësive dhe poshtu mëshirës së Allahut azza wa jall. Nëpërmjet lutjes arrihen shumë mirësi, edhe arrihet deri te mëshira e Allahut azza wa jall. Nëpërmjet lutjes largohen belat edhe largohen shufatkesi. Allah azza wa jall tha wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah tha nëse të pyesin robërit e mirë për mua, tregoj atyre që unë jam afër. I përgjigjem lutjes së atij i cili më drejtohet me lutje, ai i cili do udhëzim edhe dëshiron stabilitet për qëndrim, le të besoj në mua dhe poshtu le të përgjigjet urdhrave të mia. Allah subhanahu wa taala është bujor, është fisnik, ku robi i drejtohet atij, i lutet atij dhe paraqet nevojën e tij, këtë llogarit ibadet. Pejgamberi se më tha që lutja është ibadet. Para mendoj, ti ke nevojë, i lutesh Allahut, e paraqet kërkesën tënde, e paraqet nevojën tënde, Allah subhanahu wa taala këtë gjë ta llogarit ty për adhurim. Në anën tjetër Allah subhanahu wa taala i qorton ashpër ata, të cilët nuk i drejtohen Allahut dhe nuk i luten Allahut azza wa jall. Ai i cili lutet Allahut e njeh Zotin e tij, e di dobësinë e tij dhe e paraqet varfërinë e tij para Allahut i cili është i fuqishëm dhe shpasaniku. Ai i cili tregohet kryelart, tregohet mendje madh dhe nuk e paraqet varfërinë e tij dhe mendon që ai është i pavarur dhe ka mundësi vet me vepru çfarë të doj, le ta dëgjoj këtë ajet që Allah azza wa jall e qortoi ashpër atë person i cili largohet lutjes Zotit i tij. Allah azza wa jall tha wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti juaj tha, mu lutoni mua që unë që përgjigjem juve, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ata që tregon mendje mëdhenj dhe largohen prej lutjes Allahut azza wa jall, le ta dinë që Allah azza wa jall ata do t'i fuse në xhenem të poshtruar. Allah azza wa jall më zemrohet kur robi e praktis lutjen e tij. Pejgamberi sa më tha, kush nuk i lutet Allahut, Allahu zemrohet me të. Me një hadith tjetër pejgamberi sa më tha që nuk ka diçka më fisnike, më bujare te Allahu azza wa jall se sa lutja. E pa njëri prej parëve ton, njërin i cili sillej në për dyert e mbretërve, trokësira për dyert e tyre me qëllim ti paraqesë nevojat e tij. I tha mirë për ty, tha po shkon, po i lut tha njerëzit, po shkon po troket e dyert e krijesave, po e paraqet varfërinë tënde, ata po e fshehin pasurinë e tyre, po harron derën e krijuesit, e cila derë është e hapur në vazhdimsi dhe asnjëherë Allahu nuk e fsheh pasurinë e tij, po përkundrazi tha ud'uni astajib lakum, tha mu lutni mua që unë që përgjigjem juve. Allah azza wa jall është i plot fuqishëm. Allahu ka mundësi çdo mirësi e cila gjendet në këtë dunjë dhe në ahiret, Allah azza wa jall për me ta dhon. Dhe Allah azza wa jall ka mundësinë çdo dëm dhe fatkeqësi e cila gjendet në këtë dunjë dhe poshtë në ahiret, Allah azza wa jall ti largoje prej teje gjitha ato. Allahu thot wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Nëse Allah azza wa jall godet me një të keqe, nuk ka mundësi atë keqe me ta largu veç Allah azza wa jall. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadli. Nëse Allah ta jep një të mirë, nuk ka mundësi për me ta dhënë atë mirë përveç se Allah azza wa jall. Allah azza wa jall sikur të i përgjigjet gjitha krijesave të tij, gjinëve dhe njerëzve, prej të Ademit deri te njeriu i fundit në këtë dunjë, me gjitha ato kërkesat e tyre, Allah azza wa jall i pranon gjitha ato dhe nuk e ka problem dhe nuk paksohet asgjë nga pushteti i tij. Ashtu si qeri në hadithin kutsi ku pejgamberi sa transmeton prej Allahut azza wa jall i cili tha ja ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa ataitu kull insani mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr. O ju njerëz, o ju krijesat e mia, o ju robërit e mi, nëse i pari dhe i fundit për juve, gjinët edhe njerëzit që ndrojnë me një vend dhe gjithë më luten, unë do t'i përgjigjem gjitha luqeve të tyre, do t'i pranoj gjitha ato
dhe kjo nuk pakson nga pushtetim fare, sikurse pakson nga deti nëse futet një gjelpër në te, normalisht që nuk ndikon fare ajo gjë. Luqja është një prej kaptineve më të mëdha kur është pyetje lehtësimi i vështirësive dhe largimi i hallave dhe edhe i belave. Sa i samuri asharu shkaku i luqjes së tij, sa i varfër është pasuru shkaku i luqjes së tij, sa gjunaçarit janë fal gjunat shkaku i luqjes së tij, sa i devijuari është udhëzu shkaku i luqjes së tij, sa i udhëzuari është përqendruar në fen Allahut shkaku i luqjes së tij, edhe sa i vdekuri që është në varr ka nevojë për luqjet e tona, dhe ai i cili gjendet në varr dhe ka shku shumë më herët, ndoshta i ngriten gradat e tij, e i fshihen gjunat e tij, shkaku i luqjeve që e bëjnë pasardhësit e tij. Po Ejupi alayhis salam, i cili ishte i somur me vite të tëra, e humbi pasurinë, i humbi fëmijët, u sprovua në trup. Ai ishte shkak luqja që t'i largohen gjitha ato. Po Allah Azza wa Jall tha: "Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin." Tha o Zot, mua më ka godit një bela pavarësisht asaj që kishte shumë sprova të rënda dhe ishte për diku 18 vite, si thojnë dietar, për 18 vite qëndroi ashtu, i sëmul në shtratin e tij, e braktisën gjithë përveç e gruas së tij e cila qëndroi me të, i vdiqën fëmijët, i shkoi pasuria, edhe nuk tha në fund: "O Zot, unë bëre pa drejtësi." Jo, asnjëherë kur gjua e tij në vazhdimsi e luste Allahun dhe kërkonte falje prej Allahut dhe e madhëronte Allahun Azza wa Jall, dhe pastaj tha: "O Zot, më ka godit një bela, ti e më mëshiruesi i mëshiruesve." E thot Allah Azza wa Jall: "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur." Tha, ne ja pranuam luqjen atij, ja larguam belan atij dhe ja kompenzuam gjitha ato që ja morëm më herët. Ja dham gruan, pastaj poshtu edhe fëmijët, edhe bilëm 2 fish dhe ja dham edhe pasurinë 2 fish. Kjo me qëllim që qëtë përkujtim për ata të cilat janë të devotshëm edhe vijnë pas tij. Ejupi alayhis salam është për neve shëmbulltyr për secilin i cili është provu dhe ankohet prej smundjes së tij, e cila smundje e lehtë, ose e ka humbur pak pasurinë, ose Allahu ja ka marrë një prej fëmijëve, ose ja ka marrë gruan e tij, ose një të dashur për zemrën e tij. Le ta kujtoj historinë e tij dhe le ta di se me luqjet që Ejupi e bëri, ose me luqjen e tij, Allahu Azza wa Jalla e largoi belan atij. Po Zakaria alayhis salam, i cili kishte pasarrit moshën e pleqërisë, nuk kishte fëmijë, kërkonte fëmijë, asnjë nuk e dëshpërua nga rahmeti Allahut Azza wa Jall. Ju lut Allahut Azza wa Jall dhe tha: "Wa Zakaria idh nada rabbahu la rabbi la tadharni farda." Kur Zakaria i u drejtua Zotit atij, i tha: "O Zot, mos më let vetëm." Po ashtu me një ajet tjetër thot Allah Azza wa Jall: "Qala rabbi inni wahana al-'azmu wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqi." Tha: "O Zot, tha trupi më është dobësu, eshtrat më janë lishtu, tha flokët më janë thinj, plak, si ka mundësi që unë të kem tash fëmijë?" Mirë po tha, megjithatë o Zot, asnjëherë kur nuk jam dëshpëruar nga luqja që ta kam drejtu ty. Allah Azza wa Jall ju përgjigj dhe tha: "Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja." Tha, ne ju përgjigjëm luqjes së tij, i dham fëmin, i dham Yahyan atij, edhe gruan e tij e përmirësuam, pasi që ishte sterile, ishte plak, ne e bëm që ajo të ketë mundësi për me lind. Tha, për shkak se ato innehum kanu yusari'una fil khairat, ata dalloheshin me mirësi, kur ishte pyetja e mira ata garonin part, edhe na luteshin neve me frikë nga dënimi jon se ndoshta do t'i ndëshkojmë dhe me shpresje ne do t'i mëshirojmë. Tha, kështu, tha, ata neve na respektonin. Allah Azza wa Jall e bëri sebeb luqjen e Zakarias që Allah Azza wa Jall t'i jape atij fëmijë edhe në pleqërinë e tij. Po ashtu Yunusi alayhis salam, luqja ishte shkak që dale nga barku i peshkut, ashtu siç ndodhi ajo fatkeqësi që e goditi atë. Tha Allah Azza wa Jall për Yunusin alayhis salam se nuk pa çka të bëje tjetër, edhe atëherë ju lut Allahu Azza wa Jall në errësirën e barkut të peshkut, në errësirën e detit, dhe po ashtu ishte errësira e natës, 3 errësira. Tha Allah Azza wa Jall: "Fanada fi dhulumat." Atëherë u drejtua Allah dhe ju lut dhe ju tha Allahu Azza wa Jall: "En la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin." Tha, o Zot, nuk ka të adhuruar tjetër përveç se teje, o Zot, me të vërtet unë kam qenë zullumqar. E Allah Azza wa Jall tha: "Fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham." Tha, ne ju përgjigjëm atij dhe e larguam nga ajo bela që e preki atë. Tha: "Wa kadhalika nunjil mu'minin." Ne kështu i shpëtojmë besimtarët, mirë po cil? Ata që e njohin Zotin e tyre në rahati, padyshim. Ky
Yunus alayhis salam ishte pejgamberi Allahut azza wa jall, e njefte Zotin e tij ndra atij, e kur ishte në momentet më të rënda në vështirësi, atëherë Allahu azza wa jall nuk ja dha shpinën atij, përkundrazi e pranoi luçën e tij. Dhe Allahu azza wa jall e largoi nga vështirësi, nga bela që ndoshta për dikën është e pamundshme që të largohet ose që dale prej aty. Megjithatë, fuqia Allahut azza wa jall. Andaj asnjëherë nuk ka nevojë që njeriu të dëshpërohet. Nëse ka probleme me vështirësi, nëse ka probleme me brenga dhe me shqetësime, edhe me halle, edhe me gale, le të ngrisë duart e tij ka Allahu azza wa jall, edhe le të drejtohet detaluese Zotin e tij, me luçet profetike që kanë ardhur, sikurse njëra prej tyre ku pejgamberi sem tha: o Zot, bëje Kur'anin pranvera gjoksit tim, edhe bëje drita e gjoksit tim, largim për trishtimin tim, edhe largoje me të edhe anktin tim. Tha pejgamberi sem, kush i lutet me këtë luçe, tha vetë Allahu azza wa jall ja largon brengën prej atij dhe ja largon dëshpërimin atij dhe ja kompenzon me diçka e cila është më e mirë dhe jep gëzim edhe atij. E keni këtë luçe të mburoja e muslimanit. Kurse ai i cili ka borxhe shumë, le ta dije që nuk përfundon jeta e tij me të, sepse njerëzit që kanë borxhe dhe nuk kanë mundësi për mila, nganjëherë u ngushtohet jeta atyre, u ngushtohet gjoksi atyre. Mirë po, le t'i kujtojnë këto luçe që i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Transmeton Aliu dhe kallzon për një njeri i cili ju ankua për borxhet e tij. Tha dëshiroj të mësoj disa fjalë që ja ka mësuar pejgamberi Allahut azza wa jall. Ato fjalë cilat ishin luçja profetike që e bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili tha: Allahumma fini bi halalika an haramik waghnini bi fadlika amman siwak. Tha o Zot, më mjafton me halallin tan nga harami yt dhe po ashtu o Zot, më bëj o Zot të pavarur, më bëj të pasur me mirësinë tënde prej çdo gjëje tjetër. Nëse ti e thu këtë luçe, në vazhdimsi ke me pa se Allahu subhanahu ka me dhon pasuri. Ka me dhon pasuri fillimisht zemrën tënde, edhe ka me bë pavarur, ka me t'i la borxhet e tua dhe ka me të larguar dhe brengën tënde. Me një transmetim tjetër thuhet dhe transmetohet që një ditë prej ditëve hyri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami e pa një njeri prej ansarëve i cili qëndronte në xhami. Ky ishte Ebu Umame. E tha Ebu Umame, tha pse ke ardhur në xhami, nuk është koha e namazit? I tha: ja Rasulullah, borxhet e mia, tha gajlet e mia, hallet e mia. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: a dëshiron që të tregoj diçka që nëse e thua do të largohen ato? I tha: po ja Rasulullah. Tha: çdo mëngjes edhe çdo mbrëmje, tha thuaje: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-huzni. O Zot, unë kërkoj mbrojtjet e ti nga pikëllimi dhe nga dëshpërimi, dhe kërkoj mbrojtjet e ti nga pafësia dhe dembelia, dhe kërkoj mbrojtjet e ti po ashtu nga kooperacia dhe nga frika, dhe kërkoj mbrojtjet e ti nga fuqja në borxhe dhe nga shtypja e njerëzve. Dhe thotë Ebu Umame, tha në vazhdimsi, tha e thoja këtë luçe, edhe tha derisa Allahu azza wa jall tha ma largoi tha brengën time edhe e laj tha borxhin tim. Po ashtu, nëse nganjëherë të vështirësohen çështjet, edhe duken se janë trondë dhe nuk ka mundësi me te kalu, mos e harro luçen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili thoshte: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. O Zot, nuk ka të lehtë përveç se ti që e bën të lehtë. Wa anta taj'al al-huzna idha shi'tu sahlan. Dhe ti o Zot bëje pikëllimin tim që më ka godit, bëje ti të lehtë nëse ti do, sepse ti ka mundësi me bë atë. E asnjëherë mos u dëshpëro prej rahmetit të Allahut azza wa jall. Luçën e ke armën më të fortë, edhe nëse të mbyllet goja, luçja ekziston me zemrën tënde, edhe nëse të lidhen duart, luçën e ke me gjuhën tënde, edhe nëse nuk ka mundësi që të shtrihesh, nuk ka mundësi do të thotë që qesh i lirë, dikundi po je i shtrir për tokë, dhe je rrozu, dhe të kanë torturuar dhe të kanë mundu, luçën e ke çdo herë me vete, asnjëherë kur mos u dëshpëro. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vazhdimsi e lutte Zotin e tij mëngjes edhe mbrëmje. Kur hynte xhami, kur delte prej xhamie, po ashtu kur shkonte shtëpi dhe kur delte prej shtëpisë, në çdo kohë, në çdo gjendje kërkonte prej Allahut mbrojtje, kërkonte mirësi, edhe kërkonte që Allahu azza wa jall ta përqendrojë në fenë e tij. Elush Allahun që ta bën prej tyre. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala shafil anbiya'i wal mursalin wa bat. Doja si që përmenda është ibadet dhe normalisht çdo ibadet sikurse ibadetet e tjera, edhe luçja i ka kriteret e veta dhe kushtet e veta. Një prej kriterave është sinqeriteti në luçjen tënde. Nëse ti je i sinqert me Allahun azza wa jall luçjen tënde, Allahu azza wa jall nuk e refuzon asnjëherë kur atë. Allahu azza wa jall thotë: "Ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din, hunafa wa yuqimu as-salat wa yu'tu zakat wa dhalika dinul qayyim." Ata nuk janë urdhëruar me diçka tjetër, përveç se ta adhurojnë Allahun azza wa jall sinqerisht, edhe ti largon çdo besimi i cili është i kot, ta falin namazin, ta japin zakatin
Kjo është feja e drejtë. Kjo është feja e drejtë. Po ashtu tha Allahu xhel wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Xhamit janë shtëpitë e Allahut azza xhel. Mos ju lut dikujt tjetër jashta Allahut azza xhel. Nëse i sinqert, kjo është kriteri i parë ose kushti i parë. E dyta është që pasuria jote të jetë halal. Normalisht për të pranuar luçja jote, që mos refuzohet, pasuria jote duhet me qenë halal. Barku yt duhet më mbush me halal e jo me haram. Pejgamberi sa më përmend një shembull praktik të një njeriu i cili ka qenë udhëtar. Jo rastisht pejgamberi sa më përmend udhëtar, e përshkroi se ka qenë personi i cili ka qenë rrugtim dhe flokët e tij shpopuritura dhe trupi i tij ka qenë i lodhur shkaku i rrugtimit. Luçja e udhëtarit pranohet, nuk refuzohet asnjëherë. Po këtij personit ju refuzu. Pse? Pejgamberi sa më tha e përshkroi këtë person, tha i cili ka qenë udhëtar, rrugtim gjatë, flokë shpopuritura, edhe kishte nevojë për Zotin e tij. I ngriti duar ka qielli dhe thoshte o Zot, mirë po tha pemsem, ushqimi i tij haram, pija e tij haram, është vesh me haram, është ushqim me haram. E si ti përgjigjet Allahu atij? Si ti përgjigjet Allahu atij? S'ka. Allahu nuk i përgjigjet atij. Prandaj kujdes me çështjen e Allahut, me çështjen e haramit. Për shkak se është pyetje luçja jote. Kur ke nevojë më shumti, i lutesh Allahut edhe të refuzon, kjo është më e rënda. Çdo derë ka mundësi kur troket refuzohet, dera Allahut është e hapur, asnjë nuk refuzohet. Po kësi raste po, andaj nuk ka mundësi, e ke mbush barkun me haram, je vesh me haram, asnjëherë nuk ka mundësi ajo luçje të pranohet, Allahu xhel e refuzon. Po ashtu, kush tjetër është bindja e plot në premtimin e Allahut xhel. Allahu ka premtuar se nëse ti lutesh, Allahu do të përgjigjet. Allahu nuk e kthen poshtë. Mirë po, problemi është te robi i tij, robi që mban sabër. E pejgamberi sa më tha ud'u Allaha wa antum muqinun bil ijabe. Luçoni Allahut dhe jeni të bindur në përgjigjen e Allahut azza xhel. Edhe dijeni se Allahu nuk i përgjigjet një luçje e cila ka dalë për një zemër e cila është e shkujdesur. E shef lutet, ku lutet kryen gjatë majt. Ku lutet shikon mend te luçja. Nuk është i fokusuar te luçja, ai mend i ka diku tjetër krejtësisht. E kjo zemër e cila është e shkujdesur. Kjo zemër është problematike sepse Allahu xhel normalisht për kësaj zemre nuk e pranon atë luçje që del. Për shkak se kjo luçje e cila del nuk është e sinqert, nuk është e ngrohtë, nuk është e luçje ku paraqitet varfëria e robit për krijesën e tij. Ky person i ka mend diku tjetër, i ka te biznesi i tij, e ka te gruaja e tij, e ka te pasuria e tij, e ka te toka e tij, te shtëpia e tij, ama jo te Allahu xhel, edhe jo te nevoja e tij. E si ti përgjigjet Allahu xhel atij i cili është i tillë dhe në gjendje të tillë. E disa thonë po mirë, unë po lutem, po luçja ime po vonohet, nuk po pranohet. A ka sebeb? Padyshim që ka sebeb. Çështja e parë, pavarësisht a pranohet apo jo, e jo që është ti mu lut, për shkak se kështu e paraqet varfrinë tënde para Zotit tënd. Kjo është e para. E dyta, mos harro premtimin e Zotit që Allahu xhel ka thonë do t'i përgjigjem. Dhe ki mendim të mirë për Allahun azza xhel. E treta, dije që Allahu xhel nganjëherë Allahu xhel nuk i pranon luçet. Nuk i pranon për hikmetin e tij që e di veç Allahu xhel. Dëgjoni këtë hadith. Pejgamberi sa më tha, nuk ka musliman i cili nuk i lutet Allahut azza xhel, po luçjen e tij nuk ka gjuna. Nuk ka përfshi diçka që e ka përmend gjuna, shembull. Thotë o Zot, unë po të lutem edhe du o Zot të ma mundsosh që ta bëj një haram. Allahu s'ta përgjigj. Allahu nuk i përgjigjet. Normalisht për shkak se ti u lut për haram, nuk i lut për halal. O Zot, mundso ma filoni që të ketë sa më i keq, ose ti bëj sa më shumë keq. Këto luçje janë haram, edhe këto luçje nuk pranohen. Dhe tha pemsem lutet për mi shkëput lidhet farefisnore. Lutet edhe o Zot, duhet të shkëpus lidhet farefisnore me filonin. Edhe kjo është haram. Përderisa luçja jote nuk ka haram. Tha pemsem nuk ka musliman i cili lutet veç Allahu xhel, ja jep njërin prej këtyre trive. E para, ja pranon luçjen e tij. Luçja pranohet. Edhe ja përshpejton. E dyta, ka mundësi që ajo luçje mos t'i pranohet në dunjë, po t'i mbetet në ahiret. Të mbetet në ahiret. Kur shkojsh para Allahut azza xhel ditën e kiametit, çuditesh. I shef luçjet e tua që në dunjë s'tu kanë pranuar, i shef atje. Allahu t'i ka lënë para atje që të jenë për ty shkak që të paksohen gjunat atje e ndoshta bin sebeb që min xhenetin Allahut. Edhe e treta tha pejgamberi ose i largon një bela sipas asisë së luçjes që e ka kërkuar. Ke kërkuar shembull diçka të madhe, Allahu ta largon një bela ngjashme me atë që e ke kërkuar ti. I than sahabët i than ja Rasulullah,
As shpeshtojmë atëre, mas i kanë ka kështu, as njerës po refuzoj ka atëre, ati shtojmë lutjet e tona, për me se më tha, shtoni sa duni, sepse sa do që luteni, Allahu jep, edhe Allahu jep shumë, dhe Allahu nuk i paksohet tesari ti as njerë kur. Mos u ban merak për tesaret e Allahut, se ato nuk paksohen kur, ndoshta paksohen thesaret e tua, paksohet thesari i zemrës tënde, për shkak se dukesh që po varfnohesh edhe kur nuk e nxjerr një dinar me dhëm për Allahin tën. Ama te Allahu Azza wa Jall kjo nuk ekziston fare, Allahu është bujar, Allahu është fisnik, Allahu Azza wa Jall asnjëherë nuk paksohet kur çdo sa do që jep. Kur thesaret e pasurisë ti asnjëherë nuk pakson. Thoshte Ibn Hajeri rahimullah, thoshte çdo lutje e cila lutet ose i drejtohet Allahut përgjigjet, po varet përgjigje. Nganjëherë Allahu Azza wa Jall ja jep atë që e kërkon, e nganjëherë i jep diçka tjetër, njëjtit soi ose do thot llojit, realisht lloji tjetër, e cila do thot është dobishme për te dhe ja largon ndonjë dëm. Nganjëherë ka mundësi që lutja të vonohet shkaku që ajo që ti e kërkon nuk është e mirë për ty. Shembull, thu o Zot, mundsova martesën me filanën. Shembull. Ti nuk e di, Allah Azza wa Jall e di. Ti nuk e di tarmën, Allah e di. Martesa me te është e dëmshme për ty. Ti lutesh, Allah nuk ta plotson. Allah ta mundson mu martu me dikën tjetër. Mas disa viteve e shef se kjo pas ka qenë më e mira për ty. Se filonja ka deviju, ose filonja është njoft më vonë që nuk përshtatet me ty, e kështu me radhë, e shef thu elhamdulillah o Zot, se bashkëdit kërkon një punë, Allahu nuk ta mundson. Pse? Për shkak se kjo është më e mira për ty. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ti e doni sen, Allahu thotë që kjo është sherr për ty. Wa asa an takrahu shay'an. Ti e urren një sen, kjo është më e mira për ty. Do thotë ti nuk e di, po Allahu Azza wa Jall këtë gjë e di. Nganjëherë ka mundësi që të vanohet lutja për shkak se prej teje kërkohet diçka. Çka kërkohet prej teje? Prej teje kërkohet këmbgulja. Çka do të thonë këmbgul? Ku lutesh me pas këmbgulje. Të plot. Do thot me pas sinqeritet, edhe kam gul, edhe përsërit lutjen, o Zot, kam nevojë o Zot për ty. O Zot, kam nevojë për ndihmën tënde. O Zot, jam i smur. O Zot, shërom. O Zot, largoma brengën. O Zot, largoma mërzin. Edhe e përsërit një herë, dy herë, tri herë. Pejgamberi sem do thot siç transmetoni me Mesudi, e ka pas tradit kur as lut, ka këmbgul lutjen e tij, ka kërkuar mbrojtje 3 herë. Edhe kur ka kërkuar diçka, ka kërku 3 herë. E ka kërku xhenetin, ka thonë o Zot, ma jep xhenetin. O Zot, ma jep xhenetin. O Zot, ma jep xhenetin. O Zot, mbrom nga xhenemi. O Zot, mbrom nga xhenemi. O Zot, mbrom nga xhenemi. Një herë kur e thua, tamam, ama 3 herë kur e thua, atëherë pak është ndryshe, apo edhe te zemra është ndryshe. E sa më shumë që këmbgul, aq më mirë është për ty. E Allah ndoshta e do kët prej teje. Se stakani moti zonin e ke harru Zotin tan. Se me një kohë kur i koni varfër, edhe s'ke pas çka me vesh, edhe s'ke pas çka me hongër, atëherë Zoti ndan se ke harruar asnjëherë. Namazin se ke lënë. Momentin që ja ke nis ka pak me një vetën, Allah të ka dhënë pasuri, atëherë ja ke nis me harru Zotin tan. Duart nuk i ke ngrit më, si e çun natën më fal, ditën ja ka nis sunetet me tik, ja ka nis leximi i Kuranit, dikur edhe namazi, edhe dikur e ke harru krejt. E Allahu thot nal pak, nal se e ke u pudhën në robjem. E thot Allahu thot atëherë çu, hajde tash lutu. Edhe lutja jote e cila ti e ban, ta kujton pak atë gabimin tan. Edhe të kthen ka Zoti jot, edhe do që Allah me tani zonin ty, me thonë që o Zot kam gabu, o Zot unë po pendona dhe po kthena ka ti. E prej te e kërkon këtë, thotim Nurkajmi rahimullah, librin e tij Ad-Da'wa wad-Dawa, ilaç edhe sëmundja. Thot nuk ka ilaç më të mirë se sa këmbgulja në dua. Nuk ka ilaç më të mirë. S'ka ilaç më të mirë. Këmbgulja, vendosmëria në dua. Po ashtu, ka mundsi nganjëherë Allah Azza wa Jall me ta vonu lutjen, po. Shka kënë gjunat e tua, zullumet e tua. Ti kur e shef që po vonosh, a jenë zorli, normalisht se ke zor, shkon të filoni, s'ka mundsi, edhe s'ka nuk mbetet as një derë qëtët, mbetet veç dera e Allah të Zogjel. Të vjen marrë me trokit për shkak se e ke arrua, po, ama Allah Zogjel nuk ke përshon robin e ti. Krijesat po, shkon e lut, thot si kanë të unë a di që sa, s'ta kam një zonin a di që sa, kur të kam bo mirë herën e fundi s'ma ke dit, edhe thot telefoni s'ma ke sjell, keti për men. Ketë, edhe të poshtron, edhe të nëshmon, po, ashtë e vërtet. Ama Allah nuk poshtron. E ka mundësi që Allah Zogjel do që atëherë ti mi kujtu që ato gjunat e tua dhe që ato të metat e tua edhe mi pasur vetën. E tha për me se vazhdon e robi të i pranot luqja e ti për deri saj nuk lutet me diçka që kanë të shkaputje lidhe e farfishdor ose me gjuna. Edhe për deri sa nuk ngutet, e i than një Rasulullah, si ngutet robin do, si ka mundësi, qëfar thot? Për me se më tha, robi thot, jam lut,
jam lut, po nuk kam pa që Allah Azza wa Jall po më përgjigjet, apo edhe të shprohet, edhe braktis lutjen. Shpesh prej neve e dëgjon këtë fjalë. Unë po lutna, po s'ka fajte, s'ka dobi. Po mirë, atë ka thonë të kush që nuk ka dobi, jo, kja e pove. O Allah ta plotson më vonë, o Allah ta ruan për ahiret, o Allah Azza wa Jall ta largon një sherr, ngjashëm me atë që ti e kërkon prej Allahut Azza wa Jall. Lutet thot edhe dikur thot, po s'ka më lut. Pse më lut? Ngutet e braktis, dëshpërohet, edhe me këtë Allah Azza wa Jall do thot, nuk ja pranon lutjen atij. E andaj, nëse nuk ngutesh, po ki mendim të mirë për Allahun, edhe e shpreh nevojën tënde në vazhdimsi i Allahut Azza wa Jall. Dije që lutja do të pranohet edhe do të vijë lehtësim me lenin Allahut. Ama duhet prej te e sabër, edhe duhet prej te pak mirishiku këto që i përmenda me qëllim që me pa se a ka defekt diçka te ti apo jo. Nëse ka, me largu. Edhe raport jo të më përmisu me Zotin tanë. Mos harroni se gjitha dyert mbyllen në dunjë. S'ka derë pavarësisht pozitës që e ke, pavarësisht pasurisë që e ke, vallahi Allah i ta çon një musibet që pasuria jote nuk ban dobi ama hiç, edhe milionat e tua shka jep për një smuje që ta çon Allah Azza wa Jall. Krejt mjek me pas mundësimi pagujt, edhe gjitha shtetet mec, s'ka mundësi për me largu. Andaj mbështet e zemrën tënde për Allah, mos e mbështet për krijesat. Mos u bëj mendje lart ose mendje madh, krye lart e të mendosh se ti je i pavarur prej Allah, sepse ti je krijesë shumë e thjesht. Ti ke dalë për një vendi të fliqur, për një pikë uji, edhe i tillë je, ke dalë i dopt. Allah pastaj të ka dhënë fuqi, vjen koha kur do të ndjesh i dopt sërish, edhe pastaj përfundimi jo do të jetë varri, e ma vonë do të jetë edhe ringjallja. E andaj mos i harro këto fakte asnjëherë kurr, po paraqitje varfrin tënde Allahu Azza wa Jall. Ktheju atij, pendoju atij. Edhe tregoj atë varfrin tënde që e ke dhe sinqeritetin tënd, se ti e njeh si Zot edhe e do si Zot, se vetë Allahu Azza wa Jall është ai i cili ta largon dëmin, dhe Allahu Azza wa Jall është ai i cili ta jep të mirën. Andaj lut Allahu Azza wa Jall që Allahu na bëj për atyre që i luten atij, dhe lut Allahun që Allahu Azza wa Jall të forcojë këmbët tona në Islam, dhe lut Allahun që ta mësoj që të jetojmë si musliman, dhe të vdesim si musliman, dhe lut Allahun që ta mëshiron neve dhe të vdekurit tan. Wa quli qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.